1.5 miliardë euro do të jenë në dispozicion të programit kombëtar Rilindja 2.0, që synon modernizimin e shërbimeve në kuadër të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të këtij programi theksoi se vendi duhet të investojë në transport modern, infrastrukturë urbane dhe mbështetje për bizneset për t'u përgjigjur rritjes së turizmit. Ne kemi filluar dhe do të hyjmë tash në një fazë të krijimit të një kompanie të përbashkët mes Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe bashkive për të furnizuar bashkitë, duke filluar nga ato që janë me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve, me autobus të një gjenerate të re, autobus elektrik. E përballë një fluksi në rritje turistësh për vendin tonë imediate janë vendet e parkimeve. Nuk mundet më që ne të mos hymë në një fazë komplet të re të ndërtimit të parkimeve në qytete. Nën toksore, mbi toksore, me të gjitha ato formula që u paraqiten këtu. Kryeministri theksoi edhe nevojën për mbështetjen e bizneseve të vogla në kuadër edhe të këtij programi. Gjithçka do të bëjmë me ekonominë në sensin e fuqizimit të subjekteve vendore, nga SHBB-t që po krijohen 33 SHBB nuk janë pak, por duhet kemi më shumë akoma, tek programi për mbështetjen e të gjitha bizneseve të vogla dhe të mesme me garancinë sovrane. Shqetësimeve të qytetarëve përballë asaj që kryeministri e konsideron përmirësimi i vazhdueshëm i jetesës, u dha një emërtim. Sa më shumë përmirësohen kushtet, aq më shumë bie në sy si e papranueshme ajo që mungon. Dhe kjo nuk është mosmirnjohje, është pritshmëri për standarde të tjera. Sipas numrit 1 të maxhorancës, Shqipëria ka njohur zhvillim duke nxjerrë vendin nga lista e vendeve të varfra, por jo pa të varfër, e për këtë kërkoi më shumë punë. Rilindja 2.0 nuk është thjesht ndërtojmë infrastrukturë, por është ndërtojmë cilësi jete, cilësi bashkëjetese.